Përshëndetje miq dhe mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it. Si është koha ande nga ju, sepse të kumbi e shumë shi që do të thotë se përveç se ndikon në anën emocionale, nuk mund të bëj video në ambient të hapur. Por sigurisht që nuk mund t'ju lë pa bërë video me këshilla dhe sot do flasim për një temë që më pyesin shumë shpesh. Cili është një mëngjes i shëndetshëm? Ndaj, nëse doni disa këshilla, ju ftoj të ndiqni videon deri në fund. Mëngjesi është një vakt shumë i rëndësishëm. Ai na përgatit me të gjithë energji që janë të nevojshme për të përballuar ditën, qoftë për fëmijët në shkollë, qoftë për të rriturit në punë, por gjithashtu edhe për të moshuarit, të cilët do t'i ndihmojë që të kenë përmirësim të lëvizshmërisë së tyre. Është shumë e rëndësishme që të kemi një ekuilibër midis elementeve të rëndësishëm që janë proteina, karbohidrate dhe yndyrnat, por gjithmonë ato të shëndetshme. Dhe sigurisht marrja edhe atyre që njesin mikronutrientë, të cilat janë pikërisht minerale dhe vitamina të shumta. Një produkt ushqimor që unë rekomandoj gjithmonë sa herë bëhet fjalë për mëngjesin është vezza, sidomos ajo e zier. Në fakt do ishte më mirë e zier për të shmangur të skuqurat që në vaktin e parë të ditës. Vezat kanë përmbajtje të proteinave, por edhe të vitaminave si A, B dhe D, të cilat janë të domosdoshme për një vakt të shëndetshëm, sidomos nëse është ai mëngjesi. Përpara ka qenë një besim që nuk duhet të konsumojmë vezë çdo ditë, por nuk është kështu. Përkundrazi, në rast se nuk keni probleme me kolesterolin, mund të konsumoni deri në 2 kopra vezë në ditë. Një alternativë tjetër me përmbajtje të proteinave është kosi. Kosi përveç se siguron proteina dhe kalciumin, do të sigurojë gjithashtu edhe probiotikët që, siç e kemi thënë edhe rithënë në shumë video, nënkupton ato bakteret të cilat janë të shëndetshme dhe do të ndihmojnë pikërisht mikroflorën tonë bakteriale, pra do të ndihmojnë procesin e tretës. Kosin, kujdes, zgjidheni sa më natyral të jetë mundur pa sheqerna të shtuara, aq më mirë nëse përgatisim dhe vetë në kushte shtëpie dhe në fakt nuk është aq e vështirë që të përgatitet ditët e sotme. Por gjithsesi, në rast se do të blini kos të gatshëm, keni kujdes të lexoni etiketën. Në rast se është me përmbajtje të ulët të yndyrnave, keni në mendjen tuaj parasysh që shpeshherë për të siguruar të njëjtën teksturë apo konsistencë, duke qenë se i largoj të yndyra, do të ketë sheqer të shtuar. Ndaj lexoni me kujdes etiketat. Kos natyral, pa sheqer. Mund të shtoni pak fruta për të marrë kështu edhe elementin e frutit, ose mund të shtoni për shembull edhe një krusht me arra, bajam apo fara të ndryshme, si për shembull kungull, lule dielli, në mënyrë që të shtoni kështu edhe elementin e yndyrnës së shëndetshme në këtë rast. Tani, alternativat e tjera proteina shpeshherë janë edhe këto prosciutrat, bacon, sallamra, salcice, aq më keq. Të gjitha këto janë një jo e madhe, absolutisht jo. Nuk kanë asnjë lloj benefiti shëndetësor, përfitimi shëndetësor, janë të dëmshëm për shëndetin tuaj. Përveç faktit që nuk duhet i konsumoni në përgjithësi një jetë, domethënë jo thjesht për mëngjes, për arsye se janë kancerogjene, kanë shumë krip, kanë nitrate, kolorantë, ngjyrues pra artificial, etj, pra nuk janë fare të rekomandueshme si një burim proteine. Mund ta zëvendësoni për shembull, pse jo, me filet të pule, nëse ju hahet shumë që në mëngjes, shumë mirë. Ose me gjeldeti për shembull. Alternativat e tjera të proteinave janë dhe qumshti, preferohet ai i skremuar, në produktet e tij djathtëra të ndryshëm, por edhe fasulet bishkajoret janë një alternativë me përmbajtje të proteinave. Sigurisht që edhe dritrat janë një alternativë për mëngjes, dhe zakonisht janë këto cornflakesat e gatshëm. Por kujdes, para punës një në qoftë se do të merrni cornflakes, lexoni etiketat që të jenë me drithëra të plota. Pra nuk rekomandohen, sidomos ato të fëmijëve që kanë lloj-lloj sheqernash, lloj-lloj përbërësish, shikoni për drithëra integrale. Njëjtë gjë vlen për shembull edhe nëse do konsumoni ndonjë fetë buke të hollë në mëngjes, preferoni pra bukën integrale dhe jo produkte të cilat janë të përgatitura me miell të bardhë. Tani, ka dhe pak siklet nga ana e konsumatorit për sa i përket produkteve me përmbajtje të yndyrnave. Yndyra përgjithsisht shikohet si armik dhe jo më kot, sepse tashmë e dimë që yndyrnat janë armiku numër 1 i shëndetit tonë kardiovaskular. Megjithatë, mundësitë janë të shumta. Pra ka dhe nga ato që njihen si yndyrna të shëndetshme. Dhe sigurisht që yndyrna duam apo nuk duam, ne do t'i japim pak më tepër shije ushqimit ton. Dhe sigurisht që në fund të ditës edhe ushqimi është një kënaqësi për ne, kështu që pse jo të shtojmë pak yndyrë, por gjithmonë alternativa të shëndetshme. Ne kemi fatin e mirë në Shqipëri që të jemi prodhues të një vaj ulliri shumë të mirë, shumë cilësor, dhe në videon për vajin e ullirit do të kuptojmë që ka dhe disa këshilla dhe rekomandime për të kuptuar kur një vaj është cilësor. Zakonisht vaj i mirë i ullirit është ai që të djeg. Për t'ju rënë shkurt, por për më shumë informacion ju ftoj të ndiqni dhe videon për vajin e ullirit. Gjithsesi alternativa ka, për shembull ishin këto frutat e thata që i përmendëm pak më parë si një yndyrë shëndetshme.
Tani shpesh dëgjojmë edhe në media dhe përdorimin e avokados, dhe është e vërtet në fakt, avokado është një super ushqim i cili ka përmbajtje të yndyrave të shëndetshme. Gjalpi është një alternativë e shëndetshme që ka edhe përmbajtje të vitaminave dhe unë rekomandoj dhe të ishte shumë herë më mirë të konsumoni gjalp dhe të eliminoni përfundimisht nga kuzhina juaj margarina. E bëj thirrje vazhdimisht të gjithëve që të mos konsumojnë kurrë margarinë. Vetëm sigurohuni që të keni një produkt të mirëfillt, gjalp të mirëfillt. Një gjalp i mirë është ai gjalp i cili kur e merr nga frigoriferi është shumë i fortë. Pra nuk ka shanse që ti ta përdorësh atë pa e nxjerrë përpara nga frigoriferi përpara përdorimit. Dhe sigurisht për të pasur një mëngjes të shëndetshëm duhet të kemi elementin e frutit dhe të perimave. Unë preferoj më shumë frutat se sa perimet për mëngjes, por zgjedhja është e juaja. Një frut i stinës do të ishte një alternativë shumë e mirë, për shembull një kokërmoll ose mund të preferoni për shembull edhe të pini lëng portokalli në mëngjes. E rëndësishme është që ta shtrydhni vetë. Ju lutem mos konsumoni lëngje frutash të gatshme sepse nuk kanë asnjë lloj përfitimi shëndetësor, janë thjesht ujë me sheqer dhe ngjyrues dhe mund të bëjnë dëm për shëndetin tuaj. Edhe për të mos harruar elementin e kafes, shumë prej nesh e konsumojnë kafen, unë personalisht nuk e konsumoj, jo për arsye se s'më pëlqen dhe jo për arsye shëndetësore të tipit që kafja është e dëmshme, përkundrazi 1 deri në 2 kafe në ditë janë të rekomandueshme për ata që e konsumojnë atë, por jo ta e teprojnë pra, jo më tepër se sa kaq. Personalisht thjesht nuk e toleroj dot kafeinën. Por për ata që konsumojnë kafen, ju sugjeroj që të mos e konsumoni atë esur sa hapni syt, por të hani një herë mëngjes dhe pastaj pra jo me stomak bosh. Dhe kjo ishte videoja për sot, shpresoj t'ju kem dhënë informacione të vlefshme dhe në rast se video ju ka pëlqyer, ju ftoj që të bëni like dhe ta ndani atë me miqtë tuaj në share. Gjithashtu mos u largoni pa u abonuar në kanalin tim në subscribe në mënyrë që të mos u ndisni takimet e radhës. Bashkë do shihemi në videon tjetër dhe deri atëherë ju uroj të gjithëve shëndet.